Lajmet e fundit nga ekonomia janë të këqija, miq të dashur, por parashikimet janë pak më të mira. Gati 24.000 firma në Gjermani kanë falimentuar gjatë vitit 2025 deri tani, që është numri më i lartë në 10 vitet e fundit. E një problem i madh në Gjermani është edhe falimentimi i familjeve, që do të thotë se shumë familje kanë deklaruar se nuk janë në gjendje të paguajnë detyrimet e tyre financiare, por me gjendjen në familjet do të merrem një herë tjetër. Ndër shkaqet kryesore të rritjes së numrit të falimentimit të firmave dhe sipërmarrjeve janë krizat e ndryshme ndërkombëtare, si dhe rritja e tarifave doganore. Pra, këto janë nga aspekti ndërkombëtar, por edhe problemet e brendshme, siç është për shembull burokracia tepër e madhe në vend, pastaj çmimet e larta të energjisë, shtimi i konkurrencës ndërkombëtare në tregun e brendshëm, por edhe mungesa e fuqisë kualifikuar punëtore. Ka dhe shkaqe të tjera me siguri, por këto vlerësohen nga ekspertët si shkaqet kryesore të falimentimit të plot 23.900 kompanive deri tani në vitin 2025 e deri në fund të vitit kanë mbetur edhe rreth 3 javë afërsisht. Këto janë shifrat më të larta të falimentimeve që nga viti 2014. Këto shifra i ka publikuar institucioni për hulumtime Kredit Reform që janë pra rreth 8% më shumë falimentime se sa një vit më parë. Shifrat më të lartë të falimentimeve, siç e thash, kanë qenë në vitin 2014 me rreth 24.100 sipërmarrje të falimentuara. Ekspertët thonë se shumë sektor ekonomik janë futur në borxhe tepër të mëdha dhe tani nuk mund të paguajnë kredit si dhe obligimet e tjera që i kanë. Më së shumti falimentime ka pasur tek firmat e vogla me deri rreth 10 punëtor, por ka pasur falimentime edhe tek firmat e mëdha, sepse rreth 140 prej tyre kanë falimentuar. Këto janë pra lajmet e këqija, miq të dashur, ndërsa lajmi i mirë është që rritja dramatike e shifrave të falimentimeve, ndër tjera është natyrisht edhe për shkak të pasojës së krizës së pandemisë korona që tani po vrehet më të madhe, kohët e fundit pra është ngadalësuar pak kjo rritje. Ndërsa në vitin 2026 priten investime shumë të mëdha në ekonomi të shtetit dhe ekonomisë dhe një stabilizim i gjendjes. Kredit Reform bën të ditur se janë të domosdoshme natyrisht edhe masa të tjera dhe jo vetëm investimet e parashikuara, në qoftë se shteti dhe ekonomia duan të ndalojnë këtë proces të falimentimeve. Sidoqoftë, në parashikimet e tanishme thuhet se gjatë vitit 2026, pra vitin e ardhshëm, do të zvoglohet numri i falimentimeve e ndoshta edhe do të ndalohet ky proces. Edhe organizata OECD ka parashikuar për vitin e ardhshëm një rritje prej rreth 1% të ekonomisë gjermane, që për Gjermaninë vërtet është mirë, që do të thotë një lloj krijimi i kushteve më të mira ekonomike pas 3 vitesh stagnacion. Por të shohim nëse këto parashikime janë të sakta dhe nëse do të realizohen, sepse natyrisht që mbaren edhe nga shumë faktorë të tjerë. Faleminderit dhe mirupafshim.